Shenjti i ditës 10 mars. Shën Makario i parë i Jeruzalemit, mbrojtësi i fesë dhe i vendeve të shenjta. Më 10 mars, Kisha Katolike përkujton Shën Makarion e parë të Jeruzalemit, i peshkvin që mbrojti doktrinën e vërtetë të fesë dhe ndihmoi në zbulimin e kryqit të shenjtë të Krishtit. Jeta dhe shërbimi i tij mbetën të lidhura ngushtë me historinë e Kishës dhe me ruajtjen e vendeve të shenjta në Jeruzalem. Shën Makario u zgjodhi peshkëv i Jeruzalemit në vitin 314, pas shërbesës së Shën Hermanit. Ai drejtoi Kishën e Jeruzalemit në një kohë sfidash të mëdha, kur doktrina e Krishtër ishte nën kërcënim nga herezit dhe ndarjet e brendshme. Një nga momentet më të rëndësishme të shërbesës së tij ishte pjesëmarrja në koncilin e parë ekumenik të Nikesë në vitin 325, të thirrur nga perandori Konstantini i Madh. Ky koncil u mblodh për të zgjidhur mosmarrveshje teologjike, kryesisht rreth arianizmit, një doktrinë që mohonte natyrën hyjnore të Krishtit. Shën Makario ishte një nga mbrojtësit më të flaktë të së vërtetës katolike dhe mbështeti formulimin e besojmës së Nikesë, duke pohuar se biri është i njëjtës natyrë me Atin. Një nga veprimet më të mëdha të Shën Makarios ishte pjesëmarrja e tij në zbulimin e kryqit të Krishtit. Sipas traditës, në vitin 326, Shën Helena, nëna e perandorit Konstantin, vizitoi Jeruzalemin dhe kërkoi të gjente vendet e sakta të mundimit dhe ringjalljes së Krishtit. Gjatë këtyre kërkimeve, në një shpellë pranë Golgotës, u gjetën 3 kryqe, por nuk dihej cili ishte i Krishtit. Shën Makario, me urtësinë e tij, sugjeroi një provë. Një isëmur rënd u prek nga secili prej kryqeve, dhe kur preku një prej tyre, u shërua menjëherë. Kështu u vërtetua se ai ishte kryqi i Krishtit. Pasi Shën Helena dhe perandori Konstantini zbuluan vendin e Golgotës dhe varrit të shenjtë, ata urdhëruan ndërtimin e një kishe madhështore në atë vend. Shën Makario mori përgjegjësinë për ndërtimin e bazilikës së varrit të shenjtë, e cila u bë një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në botën e Krishtër. Shën Makario vazhdoi të mbrojë fenë katolike kundër arianizmit, i cili vazhdonte të përhapej edhe pas dënimit të tij në koncilin e Nikesë. Ai qëndroi besnik ndaj doktrinës së vërtetë dhe nuk u tund nga presionet politike apo herezit. Ai u nda nga kjo jetë rreth vitit 335, duke lënë pas një trashëgimi të ndritshme të besimit dhe mbrojtjes së shenjtërisë së Kishës. Shën Makario i parë i Jeruzalemit mbetet një figurë kyçe në historinë e krishtërimit, jo vetëm për rolin e tij në koncilin e Nikesë, por edhe për përkushtimin e tij ndaj vendeve të shenjta të Jeruzalemit. Falti të krishterët sot mund të nderojnë kryqin e shenjtë dhe varrin e Krishtit. Përkujtohet më 10 mars si një i peshkëv i shenjtë që i shërbeu Krishtit dhe Kishës me devotshmëri dhe guxim.